Një komision I caktuar nga Qeveria Gjermane ka marrë vendim të premten për rritje të pagës minimale nga 14,60 euro për orë deri në vitin 2027. Siç raportojnë Deutsche Welle, rritja do të bëhet me 2 faza. Fillimisht nga 12,82 euro, do të ngjitet në 13,90 euro në fillim të vitit 2026 e më pas do të rritet edhe me 0,70 euro një vit më vonë, duke arritur në 14,60 euro në vitin 2027. Kjo do të thotë se punëtorët në Gjermani do të përfitojnë rreth 2.500 euro në muaj, çka bën që Gjermania të renditet vendi I dytë në Bashkimin Evropian për pagën minimale më të lartë pas Luksemburgut, ku paga minimale mujore aktualisht është 2.638 euro. Kujtojmë se veç Luksemburgut dhe Gjermanisë, së shpejti edhe Belgjika, Olanda, Irlanda kanë pagat minimale mbi 2.000 euro në muaj. Me mbi 2.300 transferime midis viteve 2019 dhe 2023 dhe 535 mbërritjeve të reja vetëm vitin e kaluar, Spanja konsiderohet si destinacioni I preferuar për pensionistat italian. Përzierja fituese përfshin një klim të butë, afinitet të fortë kulturor, kosto të ulët jetese dhe një sistem tatimor të favorshëm. Zbritje tatimore deri në 7.000 euro për personat mbi 75 vjeç dhe norma më të ulta se në Itali. Nuk është rastësi që INPS pagoi 147,3 milion euro në pensione në vitin 2023 në vendin Iberik, me një çek mesatar prej 1.339 eurosh në muaj. Tunizia është ylli në ngritje I kësaj gjeografie të re, në veçanti, Hammamet është bërë një qendër e vërtet për pensionistët italian, veçanërisht ish punonësit publik. Rreth 4.000 italian tani banojnë në Tunizi. Arsyeja është e qartë, 80% e pensionit është e përjashtuar nga taksat dhe pjesa tjetër tatohet me norma shumë të ulta. Ndër vendet që përjetojnë rritje të shpejtë dallohet Rumania dhe Shqipëria. Në Rumani, marrëveshja dypalë që u lejon pensionistëve italian të marrin pagesën bruto të tatuar me një normë të vetme prej 10%, që nga viti 2019, rreth 500 pensionistë janë zhvendosur atje. Edhe më interesant është rasti I Shqipërisë, vetmi vend në Ballkan që ofron një përjashtim të plotë për pensionet e huaja. Në vitin 2023, INPS I pagoi 13 milion euro Shqipërisë me një mesatare mujore prej 2.348 eurosh për pensionist. Deri pak vite më parë, Portugalia ishte destinacioni I preferuar falë regjimit të saj tatimor për banor jo rezident, I cili garantonte 10 vjet përjashtim nga taksat, por stimulimi I hoq në vitin 2024, të dhënat flasin vetë, midis viteve 2019-2023, transfert të reja ranë me 83,7%. Pranit në Greqi, Qipro, Maltë dhe Slovaki, mbeten të pakta vetëm 37 transferime në Greqi, 3 në Qipro, 11 në Maltë dhe 11 në Slovaki në vitin 2023, vende që për momenti nuk ofrojnë të njëjtat kushte të favorshme si destinacionet më të njohura. Harta po ndryshon. Zgjedhja se ku do të kalojnë pensione nuk është më vetëm një çështje dielli dhe deti, por një vendim strategjik ekonomik dhe personal, indikuar nga regjimet tatimore, kostoja I jetesës, kujdesi shëndetësor, siguria dhe komuniteti italian tashmë të pranishëm. Në këtë skenar, Spanja, Tunizia, Rumania dhe Shqipëria sot ofrojnë kushte më të mira për italianët që duan të shijojnë pensionin e tyre me disa shqetësime më parë.